Nuk dua ta humbas kohën kot dhe do t'i tregoj historinë e Gypsy Rose. Padyshim disa prej jush ndoshta e kanë lexuar, por ndoja t'ja u tregoja sepse ka disa nëna ndonjëherë që as nuk duan t'ja din fare për fëmijët e tyre dhe ka ta ndisin fëmijën për vdekje. Në këtë rast ajo shpëtoi, pra vajza e saj, por doja t'ja u tregoja. Në vitet 1990 një grua e quajtur Didi njohu bashortin e saj dhe ishte një djalë i mirë, me një fjalë, njeri i mirë si mund të quhet. Mirë po Didi u shëndosh në një kohë shumë të shkurtër. Në fakt kishte disa probleme. Problemet e saj ishin të ndryshme, por kryesorja ishte që hante shumë dhe ziheshin shpesh. Në fakt ata ziheshin vetëm me fjalë, jo kështu me grushta. Dhe Didi ankoi që burri i saj e keq trajtonte. Në fakt, burri i saj thoshte që unë nuk e kam prekur asnjëherë me dorë, vetëm këto janë ato çfarë deklaronte kjo. Megjithatë, pas një farë kohe, në vitin 1991, lindi bija e tyre, Gypsy Rose. Gypsy Rose njihet si Gypsy Rose sepse meqense këta gjoja jetoni si Gypsy, me fjalë si Rom, ajo lindi me flok të kuqe ose në ngjyrë roz dhe trupi i saj, lëkura e saj ishte si ngjyrë roz. Dhe për shkak të kësaj, ajo Elma, pra Didi, i vendosi emrin Gypsy, pra Gypsy Rose. Megjithatë, po ju thoshe që ky moment ishte delikat, sepse ajo punonte si infermiere, pra Didi. Dhe çfarë bëri Didi? Për të mbajtur, sepse në fillim vajza kishte disa probleme të vogla. Me një fjalë, probleme të vogla që më vonë u paraqiten si probleme të mëdha. Fillimisht kishte disa mungesa të rruazave të gjakut, pastaj probleme shëndetësore të mushkrive, pastaj probleme tjera, derisa nuk dihet se si, por problemet shtoheshin gjithmonë më shumë. Thash, dua të harxoj këto minuta, më falni, por dua të harxoj këto minuta që të diskutoj diçka vërtet shumë serioze, sepse meqense jam duke pritur, thash, doja që t'ju flisja për këtë derisa të vi pjesa tjetër e familjes, për këtë rast. Dhe po thosha, është e çuditshme se si ndonjëherë gratë, me fjalë nënat, sillen keq me fëmijët e tyre. Dhe ajo denoncoi burrin e saj. Duke denoncuar burrin e saj, u detyrua që ai të linte shtëpinë, me fjalë ta braktiste shtëpinë dhe të fillonte të jetonte vetëm. Në fakt ai e donte të bijën e tij, rinte gjithmonë me të, e donte kaq shumë sa që e bija e tij vuajti kur ai u largua nga shtëpia. Por nënës as që nuk i interesonte fare, bile nëna e dini se çfarë bëri, ajo e vendosi në një nga ato sedja rotelle, me fjalë nga ato karriget e invalidëve, dhe e lëvizte me atë karrocën. Saqë u bë shumë e njohur në ato vite dhe në rrjetet sociale, kryesisht në Facebook, ajo çoi lajmin që kërkonte ndihmë nga njerëzit. Në fakt u dyndën me qindra. Dhe ishte ky shkaku, sipas asaj që u zbulua më vonë, që ajo mbante të bijën në këtë forum. Pse? Sepse ajo që në momentin e parë që bëri një mbledhje të parave, pra një crowdfunding, e bëri në Facebook, ajo mblodhi rreth $50,000, mos gaboj. Dhe dal nga dal filloi që të mblidhte dollar të tjerë, derisa bëri mbi $500,000, disa thonë që bëri edhe më shumë. Pra ajo me kalimin e kohës mblodhi para, shumë para. Dhe sa më përpara este, aq më para mblidhte, por kishte një problem. Sa më përpara este dhe aq më probleme kishte vajza. Pra në vend që të rregulloj vajza, kishte probleme akoma më të shumta. Dhe nuk shpjegoi kjo. Në fakt, mjekët, kryesisht specialistët, kërkonin, i thoshin asaj që i jepnin disa shkresa që të shkonte ajo të bënte kontrolle të imta në disa specialistë, që nuk shkoi kurrë kjo grua. Kaloi kohë dhe aty nga vitet, mos gaboj, 2006-2007, ndodhi diçka që askujt nuk do t'ia priste mendja. Një ditë e kërkuan që të bënte një intervistë në televizion pra të bien, sepse u bën të famshëm. Thash, shumë prej jush e njohin këtë histori, quhet historia, e kanë bërë dhe filma bile, jo vetëm dokumentar, Gypsy Rose, dhe është e çuditshme se si sepse jo dhe njerëzit edhe sikur ta kuptojnë që një nën po i bën keq fëmijës së saj, prapë nëse ajo nuk prezantohet për të shkuar tek mjeku,
normal që, ose tek specialist normal që kush do ta zbuloj. Sepse askujt nuk i vjen ndërmend që një nën mund t'i bëj keq fëmijës së saj. Dhe kështu që, si përfundim, ajo shkoi në intervistë, pra kjo vajzë. Jo shkoi në intervistë, po shkuan ata atje që t'i bënin intervistë. Në fakt, gjatë intervistës, e pash dhe intervistën, këta specialistët rinin pranë saj. Rinin aty që, me një fjalë, përveç speakerës që është aty, por edhe disa specialistë rinin aty që t'ishin gatshëm të bënin ndonjë, se mos ndiej keq. Në fakt ata diçka dinin. Dhe kur i bën intervistën vajzës, i thanë si ndije, i thanë të gjitha, dhe çuditërisht ato javë që ata takoheshin shpesh, sepse zgjati shumë, edhe një dokumentar u bën me të, kuptuan që ajo përmirësoi. Dhe aty kuptuan që kishte diçka që nuk shkonte, sepse nëse ajo filloi që të përmirësoi pikërisht në një javë, kishte diçka. Dhe kështu që kërkuan të bënin një hetim. Mirë po hetimi nuk shkoi gjatë dhe u mbyll aty, sepse menduan që meqense kishin të dhëna dokumenta që kur ishte e vogël që kishte probleme, thanë, jo, se nuk është ndonjë problem, sepse ajo ka patur probleme që e vogël. Mirë po, gabuan. Dhe nuk kaloi kohë dhe gruaja, pra Tidi, vdiq. Vdiq një ditë dhe kur e bija, sapo vdiq, shkruajti në faqen e saj në Facebook. Më në fund, si quhet The Beast, bisha vdiq. Me fjalë për nënën e saj. Askujt nuk ja priste mendja që të fliste kështu për nënën e saj, sepse derisa ajo ishte gjallë, nuk guxonte e bija se mund të ta vriste. Në fakt ajo transportonte gjithmonë me atë karrocën për kështu invalid dhe rrinte urtë e bija. Asnjëherë nuk thoshte asgjë, asnjë fjalë. Dhe si përfundim shkuan me fjalë kuptuan disa që pse e bija tha kështu. Dhe që ditën tjetër shkuan me qindra gazetarë që të pyesnin. Dhe ajo tha të vërtetën. Tha të vërtetën që nuk e dinte kush dhe nuk e kishte zbuluar kush dhe ajo që nuk mund ta thoshte që e bija s'kishte asnjë problem. Që kur kishte lindur e bija, vetëm që ishte pak e imët, me një fjalë nuk kishte shumë me fjalë që nga rruazat e gjakut që thash më përpara që mund të kalonte, sepse që gjithë fëmijë kishte pak verdhës. Dhe të gjitha këto mund të kalonin shumë shpejt. Por me qenë se mblodhit parat e para kur bëri kërkim nëna e saj, që nga e moment ajo kuptoi që mund të përdorte të bijën e saj për të mbledhur para. Dhe i krijonte probleme shëndetësore, pra probleme që ajo nuk kishte. Sepse duke qenë një infermier, i krijonte shpeshherë probleme. Duke i krijuar probleme, ajo padyshim i vini për shembull edhe mushkrit, probleme me fjalë analizat i dini gjithmonë keq. Ky pra ishte shkaku që nëna e mbajti, si mund të quhet, në burg, brenda një karroce të bijën, duke pretenduar që ajo kishte probleme, por në të vërtetë nuk kishte asnjë problem. Megjithatë, tani kjo Gypsy Rose jeton jetën e saj në mënyrë të shkëlqyer, ka ndryshuar shumë edhe fytyra e saj dhe trupi, ndonse jeta e saj, le të themi që u shkatërrua në vitet e para të jetës deri në adoleshencë kur vdiq Elma. Megjithatë, sa histori të ngjashme ka si kjo dhe sa herë mund të ndodhin gjëra të tilla që një nën, sepse jo të gjitha nënat janë perfekte, por ka dhe disa prej tyre që përdorin fëmijët për shumë arsye. Bile disa i përdorin edhe sot, bëjnë shumë fëmijë që fëmijët i pagojnë kur të plaken, kur duhet jetë anasjelltas, duhet të ndihmojnë fëmijët derisa të jenë gjallë. Megjithatë, pres komentet tuaja dhe kalofshi një mbrëmje të këndshme.